Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu lartuar thot: Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Ar-Rabb është një nga emrat e bukur të Allahut të lartuar, që do të thotë Zoti, krijuesi i vetëm i gjithësisë, zotëruesi i gjithçkaje, sunduesi i gjithçkaje, drejtuesi i punëve të krijesave. Emri Ar-Rabb gjithashtu tregon dhe për kujdesjen e Allahut të lartësuar për krijesat e tij. Allahu i lartësuar kujdeset për krijesat dhe u jep të mira, i furnizon me mjetet e jetesës, i mban. Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që i mban krijesat me mjetet e jetesës. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që e meriton adhurimin i vetëm. Përderisa ai është krijuesi i vetëm, sunduesi i vetëm, i vetmi që drejton punët e gjithësisë, atëherë vetëm ai meriton adhurimin dhe askush e asgjë tjetër përveç tij subhanahu wa ta'ala. Si muslimani edhe kafiri e pranon që Allahu është Zoti i vetëm, krijuesi i vetëm. Në përgjithësi kafirat e kanë pranuar dhe vazhdojnë ta pranojnë që Allahu është krijuesi i vetëm i gjithësisë. Por ata nuk pranojnë që të adhurojnë Allahun të vetëm, nuk pranojnë që të nënshtrohen dhe të binden Allahut të lartësuar. Por në fakt, vetëm Allahu meriton adhurimin. Prandaj muslimani nënshtrohet Allahut, i përgjigjet Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa kafirat duan apo nuk e duan, me hir ose pa hir, janë të nënshtruar ndaj ligjeve të Allahut të lartësuar për krijim. Sepse atyre do të ndodhin ato që kanë caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un." Allahut i është nënshtruar gjithçka dhe në qiell dhe në tokë, me vullnet ose pa vullnet, me hir dhe pa hir. Muslimanët i nënshtrohen Allahut të lartësuar me vullnet, me dëshirë. Kafirat janë të nënshtruar ndaj vullnetit të Allahut, ndaj ligjeve të Allahut për krijim dhe komandim të gjithësisë. Nuk dalin dot, nuk u shpëtojnë dot atyre. Dhe gjitha krijesat do kthehen tek Allahu, do paraqiten para Allahut të lartësuar ditën e gjykimit. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ne kemi veprat tona dhe ju keni veprat tuaja. Ne kemi fen tonë, ne kemi veprat tona. Dhe ne shpresojmë shpërblimin e veprave të mira tek Allahu i lartësuar. Kafirat kanë fenë e tyre, kanë veprat e tyre dhe do gjejnë dënimin e veprave të këqija tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne jemi të distancuar nga feja e tyre dhe nga veprat e tyre. Dhe nuk kemi faj ne për veprat e këqija që kryen kafirat. Por edhe ata janë larg fesë tonë.
Dhe ata nuk kanë përgjegjësi para Zotit për veprat tona, po ata kanë përgjegjësi për veprat e tyre para Allahut të lartësuar. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në një vend tjetër në Kur'an, "Wa in kadhabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum." Nëse ata të mohojnë ty, thuaj, unë kam fenë time dhe veprat e mia, dhe ju keni fenë tuaj dhe veprat e tuaja. Antum beri'una mimma a'mal wa ana beri'u mimma ta'malun. Ju s'keni përgjegjësi para Allahut për veprat që kryej unë. Nuk i ngarkon Allahu kafirat me faj për veprat tona. Edhe unë nuk kam përgjegjësi para Allahut të lartësuar për veprat tuaja. Nuk konsiderohem fajtor për veprat e këqija që kryeni ju. Gjithë do shkojnë tek Allahu, do paraqiten për Allahu dhe do i gjykojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum. S'ka konflikt, s'ka debat mes nesh dhe mes jush, mbasi e vërteta u bë e qartë. Ne dialogojmë me kafirat dhe ne i sqarojmë ata që ata ta kenë të qartë çështjen e fesë, çështjen e tauhidit, bindjes ndaj Allahut, mos kundërshtimit të tij. Nëse e vërteta bëhet e qartë dhe ata tregojnë kokëforci, atëherë s'ka dobi që të bëjmë debat apo të vazhdojmë dialogun me ta. S'ka debat, s'ka konflikt me ta, përderisa është bërë e qartë e vërteta. Mujahid, që ka qenë një nga nxënësit e Abdullah ibn Abbasit, një komentues i hershëm i Kuranit, ka thënë, s'ka konflikt pasi është sqaruar e vërteta, por ky ajet ka zbritur në periudhën e Mekës, sepse kjo surja Shura është në periudhës Mekkie. Më pas Allahu i lartësuar zbriti ajetet që flasin për xhihadin. Për rregullat e xhihadit kemi folur në herë të tjera. Ne do të flasim dhe në mësime të tjera inshallah taala. La hujjata bainana wa bainakum. Edhe ky ajet tregon dhe etikën e dialogut dhe të debatit. Që dialogu bëhet për të sqaruar njerëzit dhe për të kuptuar njerëzit vërtetën, të dalë në çështje vërteta. Nëse është sqaruar e vërteta dhe para kundërshtare tregohet kokfort, atëherë nuk ka pse të vazhdojmë dialogu. Allahu yajma'u bainana. Allahu do të na tubojë në ditën e gjykimit. E pastaj do gjykojë mes nesh. Do gjykojë me drejtësi në çështjet ku ne kemi pas mos pajtime. Allahu i lartësuar do t'i mbledh gjithë njerëzit në ditën e gjykimit, edhe do të ndaj gjyqin mes tyre. Do gjykojë Allahu me drejtësi. Do e tregoj para krijesave se kush ka qenë hak, kush ka qenë në batil. Ata që kanë qenë në të vërtetën, do i shpërblej Allahu që janë muslimanët. Kafirat do marrin ndëshkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Siç ka thënë Allahu në vend tjetër në Kur'an, "Kul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi, wa huwa al-fattahu al-alim." Thuaj, do na mbledh, do na bashkoj Allahu i lartësuar, do na mbledh Allahu në ditën e gjykimit, do na grumulloj. Ku njerëzit do ringjallen, do tubohen. E pastaj Allahu do gjykoj mes nesh, do ta ndaj gjyqin me drejtësi. Thumma yaftahu bainana. Yaftah yani yafsil, yahkumu bainana. Pastaj Allahu do gjykoj mes nesh me drejtësi. Wa huwa al-fattahu al-alim. Dhe Allahu lartësuar është Fattah, al-Fattah, gjykuesi, që ndan gjyqin me drejt mes krijesave. El-Alim i dijshëm, ai di gjithçka që kanë bërë njerëzit, veprat, qëllimet e tyre, punët e tyre, drejtimet e tyre, idetë, mendime, të gjitha i di Allahu i lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar ka për të gjykuar mes krijesave me të drejtë. Ai do e ndaj gjyqin ditën e gjykimit. Wa ilayhi al-masir. Dhe përfundimi është tek Allahu i lartësuar.
Gjithë do përfundojmë tek Allahu. Dhe Allahu subhanahu wa taala pastaj do gjykojë mes krijesave dhe do ta shpërblej secilin sipas veprave të tij. Kush ka besuar dhe ka bërë vepra të mira, do gjejë shpërblimin e Allahut në xhenet. E kush ka mohuar, kush ka dalë kundër Allahut dhe ka bërë vepra të këqija, do gjejë dënimin në zjarrin e xhenemit. Allahu shpërblet me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.